Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 15. Me debate të ashpra është përcjellë mbledhja e Këshillit Prokurorial të Kosovës. Në mbledhje ka marrë pjesë edhe Agim Çala, i cili u zgjodh ditë më parë ushtrues detyre e krye prokurorit të shtetit pas shkarkimit të Besim Kelmendit. Një pjesë e antarëve të KPK-s kanë kërkuar që Çalaj të mos marrë pjesë në mbledhjen e këtij këshilli. Me këtë rast, pati propozime edhe për shkarkimin e kryesuesit të KPK-s, Ardian Hajdaraj. Vendimi i Këshillit për caktimin tim është në fuqi dhe prodhon efekt juridik deri në një vendim të gjykatës. Prandaj, deri atëherë, detyrimi im ligjor dhe profesional është siguroj funksionimin e rregullt të institucionit, stabilitetin e sistemit prokurorial dhe respektimin e standardeve të integritetit dhe paanshmërisë. Unë kisha kërku prej kolegot, prokurorit nderuar, jeni person për momentin pa autorizuar, lutem dirënë takimin e Këshillit, të vazhdojmë procedura të tjera. Qëndrimi yt në sallë, për më tej na pa mundson me vazhdu tutje anëtarë të tjerë të Këshillit. Kjo proces ka marrë një rrugë gjyqësore, janë dy procese, dhe në Gjykatën Supreme ka shku sot, dhe me automatizëm në ankesën e Gjykatës Supreme ka pasojë zhvillimin e çdo veprimi tjetër. Prandaj ju lutem, me qenë se jemi bon atë fakt për propozojmë gjithçka, propozimi jam është të shkarkohet kryesuesi. Ky këshill e ka humbur kredibilitetin me vazhdu normalisht punën. Për shkak të udhëheqjes juaj jashtëzakonisht primitive dhe dop dhe të paleqme. Prandaj keni parasysh se do të mos përgjigjet secili për veprimet e tij paleqme. Thërni mendjes, ndërprejeni, i caktojmë procedurat disiplinore, presim vendimin e gjykatës. Nderuar kryesues, nderuar anëtar të Këshillit Prokurorial. Po mirë me kriju hapësirë sepse mandej në media po detyrohemi mendohet individualisht, përderisa kjo është uzurpim edhe hapësira, kështu si po sillni është e papranueshme. Derisa kemi një person, unë e luta shumë sinqerisht prokurorin, me largu besallës, por jo vazhdoni me veprimet. Është përmbyllur afati për deklarimin e koalicioneve parazgjedhore për zgjedhjet e datës 28 dhjetor. Partitë politike kanë finalizuar paraqitjen e tyre në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, duke përcaktuar format e pjesëmarrjes, si subjekte të vetme apo në bashkime parazgjedhore. Lëvizja Vetëvendosje ka vendosur të garojë në koalicion në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Partitë e tjera parlamentare si PDK, LDK dhe AAK kanë vendosur të hyjnë në garë të vetme. Gjithashtu e vetme garon edhe nisma socialdemokrate. Ministrja në detyre punëve të jashtme dhe diasporës ka reaguar pas vendimit të PZAP-s për të ndaluar votimin jashtë zyrave diplomatike për diasporën. Në një postim në rrjetin social Facebook, ajo ka akuzuar kryetarin e LDK-s Lumir Abdigjiku, pasi partia e tij ka deponuar në PZAP ankesë kundër votimit të mërgatës në qendra alternative të votimit. Lumirit mos ja shih fjalët, por veprat, u shpreh gërvalla. Edhe Ministri në detyri financave, punës dhe transfereve Hekura Murati, duke reaguar ndaj vendimit të PZAP-s, ka thënë se me deklarata LDK e kërkon votën e diasporës, por me vepra po shihet që po bën çmos që ta pengoj. Ndërsa deputetja Mimoza Kusari Lila i ka quajtur shqetësuese dhe paranoike deklaratat e zyrtarëve të LDK-s që kundërshtojnë mundësinë e votimit në qendrat jashtëpërfaqësive diplomatike. Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku ka akuzuar lëvizjen Vetëvendosje për përpjekje të manipulimit të votave të diasporës. Ai ka reaguar pas sulmeve nga VV, duke thënë se Kurti po synon të manipulojë me votat e diasporës. Sipas tij, LVV njëherë ka provuar ta kthejë sistemin e vjetër të votimit me email. Tutje, Abdigjiku ka shkruar se mashtrimet e propagandat nuk kalojnë më.
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza ka përfunduar vizitën në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai thotë të jetë kthyer pozitiv për mundësitë e pashtershme të bashkëpunimit mes Kosovës dhe SBA-s pas një periudhe të vështirë, siç thot Hamza, të mungesës së komunikimit dhe pezullimit të dialogut strategjik. Sipas tij, Kosova do të kthehet në Washington më e fortë se kurrë. Oda ekonomike e Kosovës ka shprehur shqetësimin e thellë për mënyrën se si zyra rregullatorit për energji ka keq interpretuar publikisht gjykimin e Gjykatës Supreme, duke tentuar të zbejë efektin e tij juridik. Në komunikat theksohet se Gjykata Supreme ka konstatuar qartësisht se procesi i liberalizimit të tregut të energjisë elektrike është zbatuar në kundërshtim me ligjin. OEK kërkon që ZRE brenda 5 ditësh të publikojë një komunikat të re dhe të korrigjuar mbi vendimin e Gjykatës Supreme, të ndalojë çdo interpretim të pasakt të vendimit, të rikthejë bizneset e prekura në shërbimin universal, të rillogarisë faturat e periudhës së liberalizimit të paligjshëm dhe të zbatojë në mënyrë të plotë dhe të pakushtëzuar gjykimin e Gjykatës Supreme. Në rast se brenda afatit nuk ka veprime konkrete, OEK do të depozitojë kallëzim penal ndaj kryetarit të bordit të ZRE-s si përgjegjës për pengimin e zbatimit të një vendimi të formës së prerë të gjykatës. Ministrja në detyre e ekonomisë Artane Rizvanolli ka njoftuar se do të fillojë instalimi i filtrave në termocentralin Kosova B. Ajo tha se tashmë janë përmbushur të gjitha kushtet teknike, por edhe ligjore. Sipas Rizvanollit, këtë vit me rreth 90 milion euro financim nga BE, filtrat do të ulin emetimet e pluhurit deri në 35 herë dhe oksideve të azotit deri në 4 herë, duke i sjellë në përputhje me standardet e BE-s dhe duke përmirësuar ndjeshëm cilësinë e ajrit në Obiliq, Fush Kosovë, Prishtinë dhe në të gjithë Kosovën. Protesta transportuesve urban në kryeqytet ka vazhduar edhe sot para komunës së Prishtinës. Pavarësisht se Kuvendi Komunal i Prishtinës ka miratuar të njëjtën propozim vendimi për bartjen e mjeteve nga viti 2024 në vitin 2025 në vlerën për 28 milion eurosh, punëtorët e trafikut urban nuk janë kthyer punës as sot. Zyrtarët të trafikut urban thonë se greva do të vazhdojë deri në alokimin e mjeteve. Ndërkohë, mungesa e trafikut urban vazhdon t'u vështirësojë jetën qytetarëve. Kosova është vend me shkallë të ulët të epidemisë HIV/AIDS, megjithatë, vetëm gjatë këtij viti, sipas statistikave, janë regjistruar 31 raste të reja me këtë sëmundje, ndërsa 6 persona kanë vdekur. Këto të dhëna janë prezantuar në tryezën organizuar nga Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike me rastin e shënimit të ditës botërore kundër AIDS. Prioritetet kryesore mbeten që udhëheqin punën tonë. Së pari, përdorimi i informacionit sakt dhe edukimi për të parandaluar transmetimin e HIV-it. Së dyti, përmirësimi i shërbimeve shëndetësore për diagnostikim të hershëm dhe trajtim efektiv, dhe e treta, po jo më pak e rëndësishme, se këto dy të parat, luftimi i stigmes dhe diskriminimin ndaj atyre që jetojnë me HIV. Në Kosovë, po dhe në të gjitha vendet tjera të botës, është bërë kufizimi i fondeve, me të cilat është rizikuar përparimi për kontrollin e kësaj smundje, gjithsesht arritja e synimit të asaj që është planifikuar deri në vitin 2030. Prandaj, shumë njerëz po përballen me rreziqe edhe me cenueshmëri për të drejtat që i kanë për shëndet dhe për dinjitet. Në Kosovë, UNFPA ka përkrahur aktivitete të shumta në fushën e parandalimit të HIV-it që nga viti 1999, duke punuar me qindra mira të ri brenda dhe jashtë shkollave, duke i pajisur ata me njohuritë e domosdoshme për të ruajtur shëndetin e tyre nga HIV, IST dhe sjellje të rrezikshme për shëndetin, përfshirë parandalimin e dhunës në bazë gjinore. Që nga viti 1986 deri në vitin 2025, në Kosovë janë raportuar gjithsej 246 raste të HIV dhe AIDS. Deri me tani, 57 persona kanë vdekur si pasojë e AIDS-it, dhe gjatë këtij viti 2025 janë raportuar 31 raste me HIV/AIDS dhe 6 vdekje si pasojë e AIDS-it. Rastet me HIV dhe AIDS në Kosovë, pra që nga viti 1989
2026, po shohim deri në vitin 2025, shohim një rritje të rasteve nga viti 2022. Kur i kemi 21 raste, vitin 2023 kemi 20, 2024 kemi pas 34 raste dhe këtë vit pra kemi 31 raste raportuar me 6 vdekje. Është hapur shkolla dimërore e BE-s 2025, një nismë kjo që ka mbledhur ekspertë ndërkombëtar, vendimarrës e student. Tema qendrore e këtij viti është fintech dhe ekonomia digjitale, blockchain, inovacioni dhe geopolitika e re e financave digjitale. Kjo konferencë organizohet në një moment kur ekonomia globale po ndryshon me një ritëm më të shpejtë se kur më parë. Ndërthurja e fintech, inteligjencës artificiale dhe blockchain po transformon tregjet, mënyrën e funksionimit të institucioneve dhe mënyrën se si shoqëritë ndërveprojnë me teknologji. Cili është gjantorit më të mëdha të suksesit. Një prej më të mëdhaja të BE-s që është programet e shkëmbimit që mund të ofrojmë duke filluar nga Erasmus, Erasmus Plus dhe çdo gjë që vjen me këtë. Dhe mira student brenda Bashkimit Evropian dhe kjo tregon gjithashtu se si Bashkimi Evropian dëshiron të integrojë vendet si Ballkanin Perëndimor, Shqipërinë, Kosovën dhe të tjerët në Bashkimin Evropian, duke u lejuar që të jeni student të programit Erasmus. Vërtet dëshiroj të shfrytëzoni këtë mundësi, por kur kuptova për skemen Young Cell që është e re për mua, vërtet kam qenë i ngazëllyer për këtë. Dy skuadra nga Ferizaj, Fair Volley të vajzat dhe Ferizaj të djemt kanë triumfuar në turneun Kupa e Pavarësisë në volejbol, garë kjo e cila për 3 ditë me radhë është zhvilluar në Kosovë, ku morën pjesë edhe skuadrat nga Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Ferizaj është palur fituesi Kupës së Pavarësisë 2025, pas një superfinaleje dramatike ndaj Pejës që u vendos vetëm pas 5 seteve të zjarta. Seti i parë ishte një maraton e vërtet, me 2 skuadra që luftuan për çdo pikë, por në fund Ferizaj u tregua më i ftoftë, duke mbyllur 30-28. Peja reagoi menjëherë dhe fitoi setin e dytë 25-22, duke rikthyer ekuilibrin. Në setin e tretë, Ferizajasit dominuan me ritëm më të lartë dhe i lojë të disiplinuar, por Peja nuk u dorëzua dhe mori setin e 4 duke e quar ndeshën në tie break. Seti i 5 ishte kulmi i emocioneve. Ferizaj mbajti e përsi të lehtë dhe pas një fundi dramatik triumfoi 15-13, duke ngritur trofeun e parë të këtij edicioni. Në finalen e vajzave të Kupës së Pavarësisë, Fair Volley konfirmoi edhe një herë formën e shkëlqyer të këtij sezoni, duke mposhtur Pogradecin me rezultat 3-1. Ekipi nga Ferizaj hyri në ndeshje me vetbesim, sidomos pas fitores bindëse 3-0 ndaj Dinamos së Tiranës në gjysmën finale, ndërsa Pogradeci kishte kaluar dritën po ashtu me rezultat 3-0. Finalja ishte një duel i fortë, me ritëm të lartë dhe aksione të gjata, por Fair Volley arriti të kontrollonte lojën në pjesën më të madhe të seteve. Vajzat nga Ferizaj treguan organizim më të mirë, shërbime të sakta dhe mbrojtje solide, duke mos lejuar Pogradecin të marrë iniciativen për më shumë se sa një set. Me lojën e tyre të balancuar dhe qëtësi në momentet e presionit, ato e quan ndeshën drejt fitores 3-1, dhe e ngretën merituar trofeun e Kupës së Pavarësisë. Lojtarja më e dalluar e finales ishte Amelia Lugaliu, e cila me paraqitjen e saj të jashtëzakonshme luajti rol kyç në suksesin e Fair Volley. Ligjvënësit amerikanë po kërkojnë përgjigje nga sekretari i mbrojtjes Pete Hegseth mbi pretendimet për sulmin ndaj anijes së dyshuar të drogës në Venezuelë, e cila bie në kundërshtim me konventat ndërkombëtare.
Ligjvënësit amerikan po i bëjnë presion administratës Trump për përgjigje në lidhje me sulmet ushtarake ndaj anijeve të dyshuara të drogës në Venezuelë, pas një raporti që pretendonte se një sulm pasues ishte urdhëruar për të vrarë të mbijetuarit e një sulmi fillestar. Komisionet e udhëhequra nga republikanët që mbikëqyrin Pentagonin janë zotuar të kryejnë mbikëqyrje të rrap të sulmeve të anijeve amerikane në Karaibe pas raportit. Të premten, The Washington Post raportoi se një sulm amerikan ndaj një anije më 2 shtator la 2 të mbijetuar, por se një sulm i dytë u krye duke u përmbajtur urdhrave të sekretarit të mbrojtjes Pete Hegseth për të vrarë të gjithë në bord, duke ngritur kështu pyetje të reja mbi ligjshmërinë. Por Hegseth e cilsoi raportin si lajm të rënë, ndërsa të dielën presidenti Trump tha se i besonte sekretarit të tij të mbrojtjes 100%. Në javët e fundit SBA-t kanë zgjeruar praninë e tyre ushtarake në Karaibe dhe kanë kryer një seri sulmesh vdekjeprurëse ndaj anijeve të dyshuara për kontrabandë droge në ujërat ndërkombëtare pranë Venezuelës dhe Kolumbisë, si pjesa e asaj që i quajnë një operacion kundër narkotikëve. Më shumë se 80 persona janë vrarë që nga fillimi i shtatorit. Administrata Trump thot se po vepron në vetmbrojtje duke shkatruar anije që transportonin drogë të paligjshme në SBA, ndërsa është përpjekur të justifikojë operacionet e saj në Karaibe duke thënë se është një konflikt i armatosur jo ndërkombëtar me trafikantët e dyshuar të drogës. Rregullat e angazhimit në konflikte të tilla të armatosura, siç përcaktohen në konventat e Gjenevës, ndalojnë shënjestrimin e pjesëmarrësve të plagosur dhe sugjerojnë se këta pjesëmarrës duhet të kapen dhe të trajtohen. Të nderuar shikues, ishte kjo tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.